Këtu është horoskopi i shtun 27 shtator 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo ditë sjell në mendje një problem shumë të rëndësishëm për të shmangur konfliktet, për të mos pranuar gabime është e gabuar në pritje të dashurisë. Nëse një njeri është vërtet në anën tuaj, disa momente tensioni mund të kapërcehen fal fjalës. Demi. Do të jetë e nevojshme të sqarohen të gjitha çështjet që kanë ndonjë lidhje me ligjin, me kontratat. Sonte përpiquni të eliminoni konfliktet në marrëdhënie. Duhet të rizbulosh ëmbëlsinë dhe poezinë e ditëve të para në një lidhje dashurie. Binjakët. Kjo është me të vërtet një ditë disi e lodhshme, është e lehtë të ndihesh shumë i tensionuar, edhe në dashuri. Ju këshilloj të mos mendoni për të kaluarën. Në nivel ekonomik dhe familjar ka shumë përgjegjësi dhe çdo vendim është i padëshirueshëm. Gaforja. Tani është e mundur të zgjidhni një problem të vogël personal. Rrisja e dashurisë mos u përmbaj nëse do të përballesh me një fjalim të rëndësishëm, sot je bindës. Luani. Mundohuni të gjeni një farë stabiliteti sepse disa polemika përshkallëzohen. Jepini peshën e duhur provokimeve. Virgjeresha. Të favorizuar udhëtimet dhe lëvizjet nuk e përjashtojmë mundësinë që së shpejti të përjetoni lidhje të reja, por duhet ta lini veten. Sot ju i përkushtoheni që çdo detaj i vogël, çdo element të jetë në vendin e duhur, të jetë në harmoni. Peshorja. Ditë që shquhet për të qenë shumë me fat. Ndërsa dashuria sonte patjetër do të jesh më i fortë. Akrepi. Ditë interesante, por disa vendime do të kundërshtohen nga persona që nuk janë në anën tuaj, pak vëmendje në marrëdhëniet me shenjën e luanit, një demi do ju ndihmoj. Shigjetari. Dëgjoni një njeri që mund t'ju jap këshilla të rëndësishme, sot përgatituni për disa polemika nëse jeni në lidhje me një njeri të bricjapit ose një demi. Tensioni nervor është i fortë në familje, diskutimet mes prindërve dhe fëmijëve apo mes të afërmve. Bricjapi. Sot ju meritoni 4 nga 5 yje. Nëse tashmë keni një person në zemrën tuaj, projektet për shtëpinë, martesën ose fëmijët janë afër cepit. Ujori. Ata që kanë pasur probleme të mëdha do të mund t'i zgjidhin ato, përmirësim fizik. Ndihmë e mundshme në zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve brenda familjes, veçanërisht midis motrave dhe vëllezërve ose me fëmijë e nipër rebel. Peshqit. Jo të gjithë do të argumentojnë, shumë njerëz të peshqve ndjehen shumë duke u dridhur rreth tyre tani. Keqkuptimet që duhen eliminuar. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.